Në rrugë, në trotuare, në sheshe e madje edhe në mes të trafikut, monopatinat elektrike janë kthyer në një mjet të zakonshëm lëvizjeje. Por krahas përhapjes së shpejtë është rritur edhe numri i incidenteve, ndërsa po ulet mosha e të aksidentuarve. Numri i rasteve sa vjen dhe po shtohet, më qëllon që të shoh 2 ose 3 raste në ditë, po themi. Gama e dëmtimeve është nga më të ndryshme, nga trauma më e thjeshtë, mund të jetë një frakturë e thjeshtë e kërcirit, e dorës apo e femurit, deri tek politraumat, që tham, dëmtime multiorganore, jetë kërcënuese. Specialistët e shëndetit publik kërkojnë që autoritetet të ndërhyjnë me rregullime të qarta ligjore për të kontrolluar përdorimin e monopatinave, sidomos nga të miturit. Problemi më i madh i monopatinës është që nuk ka element sigurie. Ato që përdoren nuk përdoren asnjë mjet sigurie të tipit të kokores, të gjunjceve, të mbrojtëseve. Ajo që kanë vënë nuk zbatojnë asnjë, po themi, asnjë rregull të kodit rrugor. Kështu që do të thoja që ndoshta ka ardhur momenti që të propozohet një projekt ligj i mirë që të rregullohet kush mund ta përdori dhe kush jo. Edhe qytetarët janë të shqetësuar nga përdorimi pa kriteri monopatinave. Si që ecim ne me motor, duhet të ecën edhe ato. Si që ecën me makinë, duhet të ecën gjithë. Po 8 vjet futet ti se shef fare vjet për atë rrugën e del nga komsori, nga trotuari, për shëritën, pas brit vare, del në rrugë. Aty e quajtë të rrezikshme. Më shumë për fëmijët e vegjël që akoma nuk dinë si të menaxhojnë mënyrën si ecin në rrugë apo të jenë pak më të kujdesshëm, gjithashtu edhe për të rriturit, të vendoset një lloj rregullatori për skuterat elektrikë. Shqetësuese, s'ka ku shkoj, e rrezikshme. Ndërsa monopatinat po zënë gjithnjë më shumë vend në jetën urbane, mungesa e ndërgjegjësimit dhe kuadrit ligjor vijon të përbëjë rrezik serioz për më të vegjëlit.